Mirë se vini në horoskopin e datës 15 qershor. Sot do të zbulojmë parashikimin e yjeve për çdo shenjë, nga energjitë e fshehura të mundësitë që nuk duhen humbur. Do të mësoni gjithashtu ngjyrën me fat, orën më të favorshme dhe një këshill të vlefshme për shpirtin dhe mendjen. Le të fillojmë. Dashi. Sot, i dashur dashi, do ndjesh një konflikt të vogël mes dëshirës për të kaluar më shumë kohë me familjen dhe përgjegjësive personale që të rëndojnë mbi supe. Mund të kesh dëshirë të zgjerosh apo përmirësosh jetën në shtëpi, por detyrimet e jashtme mund të pengojnë. Mos u zhgënje. Sot kërkohet durim dhe ekuilibër, në orët e para të ditës mund të ndihesh paksa i mërzitur apo nervoz. Por sa më shumë që afrohet pasditja, aq më shumë energjia pozitive të mbështet. Ka gjasa të zhvillosh një projekt, një marrëdhënie apo ide që të bën të ndihesh më i sigurt në vetvete. Sot je në formë për të komunikuar, për të mësuar dhe për të lidhur me njerëz që ndajnë të njëjtat interesa me ty. Ngjyra me fat, e kuqe, ora me fat, 17:00, këshilla e ditës, mos kërko të bësh gjithçka menjëherë. Gjej kohë për pushim dhe për të menduar se çfarë të bën të ndihesh mirë, qoftë një bisedë me një njeri të afërt apo një orë qetësie për veten. Sot është një ditë për të balancuar detyrimet dhe dëshirat. Çelësi është gjithçka me mas. Demi, sot, ndikimi i Jupiterit në katror me Saturnin sjell një ndjesë tensioni të brendshëm. Ke shumë ide, shumë plane dhe shumë dëshira për të ecur përpara, por përgjegjësitë e jetës së përditshme të mbajnë pas. Nëse je duke përpjekur të përballosh disa projekte njëkohësisht ose je përballur me shumë zgjedhje, mund të ndihesh i mbingarkuar dhe i paqartë. Në orët e para të ditës mund të ndodhin keqkuptime ose mund të kesh ndjesinë se gjithçka po shkon përtej kontrollit tënd. Është sikur koha nuk po bashkëpunon me ty, por mos u mërzit, ndërsa dita kalon, energjia ndryshon për mirë. Do të ndjesh një lehtësim të brendshëm dhe do të vëresh që përpjekjet e tua po nisin të vlerësohen nga të tjerët. Sot është një ditë e mirë për të bërë ndryshime të vogla, por të zgjuara në mënyrën se si e organizon jetën. Kreativiteti yt mund të ndriçojë në forma të thjeshta, si përmirësime në shtëpi, ndërlidhje më të ngrohta me familjarët, apo një ide e re që mund të përkthehet në përfitim personal dhe profesional. Ngjyra me fat, jeshile ulliri, ora me fat, 14:00, këshilla e ditës, mos e lodh veten duke provuar të përmbushësh pritshmëritë e të gjithëve. Ndal pak. Zgjidh prioritetet. Fokusohu në atë që të bën mirë ty dhe ngadalë gjithçka tjetër do të vijë në vendin e vet. Disa hapa të vegjël sot mund të çojnë shumë larg nesër. Binjakët, sot, me ndikimin e katrorit mes Jupiterit dhe Saturnit, mund të ndjesh një përplasje të brendshme mes dëshirës për të shijuar jetën, për të investuar në veten tënde dhe për të pasur më shumë rehati, kundrejt angazhimeve sociale apo shpenzimeve që lidhen me miqt apo grupet ku bën pjesë. Ka një ndjenjë sikur tërhiqesh në dy drejtime, nga njëra anë do të krijosh stabilitet dhe siguri, ndërsa nga ana tjetër ndihesh i thirrur për të ndihmuar të tjerët apo për të ndjekur projekte kolektive. Në orët e para të ditës mund të ndjesh pak kënaqësi ose një boshllëk emocional, por mos u shqetëso, ndërsa dita ecën, gjërat përmirësohen ndjeshëm. Energjia bëhet më e qartë, më e qetë dhe më e mbështetëse për ndërveprime sociale dhe ide krijuese. Është një moment i mirë për të ndarë idetë tua me të tjerët. Njerëzit të dëgjojnë dhe të vlerësojnë për atë që ke për të thënë. Edhe një bisedë e thjeshtë mund të të frymëzojë për të ndërmarrë diçka të re. Nëse provon një aktivitet ndryshe nga rutina, mund të zbulosh diçka të re për veten. Ngjyrat me fat, blu qielli dhe bezh e ngrohtë, ora me fat, 15:00, 16:00 pasdite, këshilla e ditës. Ruaj një ekuilibër mes dëshirave personale dhe angazhimeve sociale. Mos lejo që nevoja për të kënaqur të tjerët të heqë kënaqësitë tua. Bëj diçka për veten, qoftë edhe e vogël, sepse ajo të jep qetësi dhe të ndez krijimtarinë. Gaforja, sot, gafore e dashur, përballesh me një tension të brendshëm për shkak të ndikimit të fortë mes Jupiterit dhe Saturnit. Nga njëra anë, dëshiron më shumë liri personale, më shumë kohë për veten dhe për të ndjekur ëndrat e tua. Nga ana tjetër, ke përgjegjësi që të tërheqin drejt jetës profesionale dhe kërkesave që të vijnë nga jashtë. Duket sikur po përpiqesh të jesh në dy vende njëkohësisht, dhe kjo mund të jetë raskapitse. Në pjesën e parë të ditës mund të ndodhin keqkuptime apo ndjeshmëri e shtuar. Mos e merr çdo fjalë personale dhe përpiqu të mos e ngarkosh veten me më shumë se sa mund të mbash, fatmirësisht.
Ndërsa dita ecën përpara, gjithçka nis të ndriçohet. Mund të vëresh mbështetje nga dikush që nuk e prisje, apo të gjesh një këndvështrim të ri për një çështje të vjetër. Kjo të jep motivim për të përmirësuar jetën tënde personale dhe për të vendosur disa kufi që të ndihmojnë të ruash qetësinë. Ky është një moment i mirë për të punuar në mënyrë të qetë dhe të kujdesshme për gjërat që kanë vërtet rëndësi për ty, pa e ndjerë nevojën të justifikohesh apo të jesh perfekt për të tjerët. Ngjyrat me fat: e bardhë, qumështi dhe blu e thellë. Ora me fat: 18:00-19:00 në mbrëmje. Këshilla e ditës: mos harro se balanca mes lirisë personale dhe përgjegjësive është çelësi i qetësisë shpirtërore. Jep vetes hapësirën që të duhet për të marrë frymë thellë dhe mos lejo që detyrimet të përpinë. Kujdesi për veten është po aq i rëndësishëm sa edhe kujdesi për të tjerët. Luani sot: ndikimi i katrorit mes Jupiterit dhe Saturnit mund të vendosë në një situatë ku ndihesh i ndarë mes dëshirës për qetësi dhe për të qëndruar larg botës dhe përgjegjësive që nuk të lënë të çlodhesh siç do të doje. Ke nevojë për pushim, për reflektim dhe për të shkëputur pak nga gjithçka, por duket se detyrimet e jashtme, si kurse, angazhime apo objektiva që i ke vendosur vetes, po të kërkojnë më shumë energji se sa ke dëshirë të japësh. Në mëngjes mund të përballesh me keqkuptime apo ndjenja të vogla zhgënjimi. Mos e lejo këtë të prish ditën. Ndërsa dita avancon, situata përmirësohet ndjeshëm. Do të ndihesh më i sigurt në vete dhe mund të marrësh një shtysë pozitive përmes një marrëdhënieje. Një miku të afërt apo një projekti që ke në zemër, një bisedë e sinqertë ose një lidhje emocionale e ngrohtë mund të të ndihmojë të shohësh qartë një situatë që të ka lodhur prej kohësh. Kujtimet, ëndrat dhe qëllimet personale marrin më shumë kuptim sot. Ngjyrat me fat: e ardhë dhe lejla e butë. Ora me fat: 17:30-18:30 pasdite. Këshilla e ditës: mos lufto me trupin apo shpirtin tënd kur të kërkojnë pushim. Gjej kohë për të qëndruar vetëm me mendimet e tua, sepse aty fshihen zgjidhjet që kërkon. Puna dhe angazhimet do të jenë aty edhe nesër. Sot, bëj paqe me veten dhe gjej balancën që të ushqen brenda. Birgjëresha sot: ndikimi i katrorit mes Jupiterit dhe Saturnit mund të sjellë një ndjenjë përplasjeje të brendshme mes dëshirës për lidhje më të thella dhe private dhe nevojës për të qenë pjesë e grupeve apo për të ndjekur qëllime shoqërore. Mund të ndihesh sikur po tërhiqesh në dy drejtime të ndryshme. Nga njëra anë, ke nevojë për intimitet dhe besim të thellë, dhe nga ana tjetër, dëshiron të jesh pjesë e një komuniteti apo miqësie më të gjerë. Mund të ketë vështirësi të vogla si mosmarrëveshje, ndjenja pasigurie apo ndonjë dyshim për qëllimet e dikujt pranë teje. Gjithashtu, mund të ndjesh kufi emocional që të mbajnë larg nga ajo që dëshiron vërtet. Megjithatë, mesazhi kryesor i ditës është të thjeshtosh jetën tënde, të largosh ngarkesat që nuk të sjellin dobi dhe të fokusohesh tek ajo që ka vërtet rëndësi. Ndërsa dita kalon, do të ndjesh një kthes pozitive në një projekt apo marrëdhënie që ka qenë në pritje. Idetë do të vinë më natyrshëm dhe besimi në vete do të rritet. Merr frymë thellë dhe lëre rrjedhën e gjërave të çojë drejt qetësisë dhe stabilitetit. Ngjyrat me fat: jeshile ulliri dhe blu e qetë. Ora me fat: 14:00-15:30 pasdite. Këshilla e ditës: më pak është më shumë. Zgjidh të rrethohesh me pak njerëz, por të vërtetë. Ruaj energjinë tënde për lidhje që të ushqejnë shpirtërisht dhe projekte që të pasurojnë mendërisht. Thjeshtësia do të sjellë qartësi. Peshorja, 15 qershor 2025. Sot, e dashur peshore, do të ndjesh një përplasje mes dëshirës për të ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme dhe detyrimeve që ke në karrierë apo në jetën publike. Mund të ndodhin situata kur dikush i rëndësishëm për ty, si partneri apo një person afër, kërkon më shumë vëmendjen tënde, ndërkohë që ti je i përfshirë në objektiva të rëndësishëm profesional. Ndonjëherë, pritshmëritë e të tjerëve mund të bëhen pengesë, qofshin ato rregulla, kufizime apo kritika që ndikojnë në mënyrën se si ndihesh dhe vepron. Kjo mund të sjellë një ndjesi sikur po përpiqesh të mbash baraspeshën në një litar shumë të hollë. Por mos u shqetëso, me pak durim dhe përkushtim, do të gjesh rrugën drejt ekuilibrit. Pjesa e dytë e ditës sjell një frymë më të ngrohtë dhe pozitive. Mund të ndjesh më shumë lehtësi për të ndarë mendimet e tua, për të shprehur ndjenjat apo për të mësuar diçka të re që të frymëzon.
Krijimtaria dhe bisedat me të tjerët mund të sjellin energji të freskët dhe paqe mendore. Ngjyrat me fat: roz, pastel dhe kafe e hapur. Ora me fat: 11, 30, 13, 00 mesditë. Këshilla e ditës: mos lejo që kërkesat e të tjerëve të largojnë nga ajo që do vërtet. Gjej një moment për veten, për të reflektuar dhe për të vendosur me qetësi. Balanca që kërkon nuk është e largët, vetëm duhet ta krijosh me qëllim dhe butësi. Akrepi, i dashur akrep, dita e sotme mund të vendosë përballë disa sfidave të brendshme. Mund të ndihesh i ngarkuar me punë, përgjegjësi të përditshme apo një rutinë që po bëhet gjithnjë më kërkuese. Ndërkohë, brenda teje është një dëshirë e madhe për të dalë nga kjo strukturë, për të udhëtuar, për të mësuar diçka të re, për të ndjerë më shumë liri dhe spontanitet. Kjo përplasje mes detyrimeve dhe dëshirës për eksplorim mund të lodhë, veçanërisht në orët e para të ditës, kur edhe energjia mund të jetë më e ulët dhe disi e turbull. Por mos u shqetëso, ndërsa dita përparon, gjërat qartësohen dhe rrjedhin më bull. Do ndjesh më shumë ngrohtësi dhe lidhje me njerëzit që do një bisedë e thjesht me një të afërm apo një kujtim i bukur mund të rikthejë qetësinë dhe ndjesinë e përkatësisë. Kjo është një ditë e mirë për të ushqyer shpirtin përmes intimitetit emocional, kujdesit për shëndetin dhe për organizimin e vogël që të ndihmon të ndihesh më në kontroll. Ngjyrat me fat: e kuqe, e errët dhe lejla. Ora me fat: 17, 00, 18, 30 pasdite. Këshilla e ditës: mos lejo që rutina të përpi, jepi vetes një moment për të ëndërruar, për të mësuar apo për të qëndruar me dikë që të kupton. Liria shpesh fillon nga një mendim i thjeshtë: kam të drejtë të pushoj. Shigjetari, i dashur shigjetar, sot mund të ndjesh një përplasje të brendshme mes dëshirës për të shprehur veten lirshëm dhe kufizimeve që ndihesh se të vijnë nga jashtë, ndoshta nga marrëdhëniet, rutina apo angazhimet familjare. Me ndikimin e katrorit mes Jupiterit dhe Saturnit mund të përjetosh një tension të lehtë emocional, veçanërisht në lidhje me romancën, krijimtarinë apo mënyrën se si argëtohesh. Mund të ndihesh i pavendosur. A duhet të kërkosh më shumë liri apo më shumë angazhim në një marrëdhënie? Apo ndoshta je duke rishikuar pritshmëritë tua ndaj dikujt, një fëmije apo edhe një projekt i krijues. Në orët e para të ditës, kjo përplasje mund të sjellë një ndjesi mospërputhjeje ose një komunikim jo të qartë. Megjithatë, ndërsa dita ecën përpara, energjia ndryshon. Fillon të ndjesh më shumë bashkëpunim nga të tjerët dhe më shumë lehtësi në ndarjen e mendimeve dhe ndjenjave. Një ide apo projekt që të ka ngarkuar më parë mund të nisë të marrë formë. Po ashtu, një bisedë apo takim i këndshëm mund të rikthejë shpresën dhe besimin në një marrëdhënie ose drejtimin tënd krijues. Ngjyrat me fat: blu mbretërore dhe portokalli e butë. Ora me fat: 14, 00, 15, 30 pasdite. Këshilla e ditës: je i durueshëm me veten dhe me të tjerët. Disa ndjenja kanë nevojë për hapësirë për të sqaruar. Por kjo nuk do të thotë se nuk do të vijë qartësia. Dita ka potencial të bëhet e bukur nëse lejon zemrën të hapet pa frikë. Bricjapi, i dashur bricjap, sot mund të ndihesh i sfiduar në menaxhimin e pritshmërive tua, sidomos kur bëhet fjalë për familjen dhe marrëdhëniet e ngushta. Mund të jetë e vështirë të gjesh një balancë mes detyrave familjare dhe marrëdhënieve të tjera personale. Ndjenja e lidhjes me traditat apo mënyrat e vjetra të jetesës mund të duket sikur të kufizon rritjen dhe zhvillimin në marrëdhëniet e tua. Nga ana tjetër, nëse i ke kushtuar shumë vëmendje marrëdhënieve dhe kjo po të lodh, sot mund të jetë një ditë për të reflektuar dhe për të adresuar problemet që kanë dalë. Çelësi i suksesit është të njohësh kufijtë dhe të përshtatesh me situatat e reja që dalin para teje. Në orët e para të ditës mund të ndjesh pak mosmarrëveshje ose mungesë sinkronizimi me njerëzit përreth, por ndërsa dita përparon, situata përmirësohet. Energjitë planetare të mbështesin për të pasur një qasje të hapur dhe të mençur, duke të ndihmuar të gjesh arsye për optimizëm dhe shpresë. Ngjyrat me fat: kafe e errët dhe jeshile ulliri. Ora me fat: 16, 00, 17, 30 pasdite. Këshilla e ditës: mos u mbyll në mënyrat e vjetra të menduarit. Qasja e hapur dhe fleksibiliteti do të ndihmojnë të kapërcesh pengesat dhe të forcosh marrëdhëniet. Kujto se çdo gjë kërkon kohë dhe durim.
Ujori, i dashur ujor, sot mund të ndjesh një tension mes dëshirës së shtuar për të përkushtuar ndaj punës dhe aktiviteteve që kanë lidhje me shëndetin dhe përgjegjësive ndaj të tjerëve apo projekteve të veçanta që ke në dorë. Mund të jetë e vështirë të menaxhosh të gjitha detyrat dhe interesat në të njëjtën kohë, ndaj është shumë e rëndësishme që të vendosësh prioritetet e duhura për të balancuar mirë situatën. Në fillim të ditës, planet e bllokuara ose ndryshimet e papritura mund të ndikojnë në humorin tënd dhe mund të ndjesh se koha nuk po të ecën si duhet. Marrëdhëniet me familjen ose njerëzit pranë mund të jenë pak të ndërlikuara dhe të krijojnë ndjenja kufizuese. Megjithatë, pjesa e dytë e ditës sjell energji pozitive dhe një rritje besimi në vetvete. Do ndihesh më i motivuar dhe entuziast dhe ide të reja apo mënyra të reja për të shprehur do të dalin në pa, duke të dhënë forcë për të ecur përpara. Ngjyrat me fat: blu i qelur dhe gri i argjend. Ora me fat: 15:00, 16, 30 pas dite. Këshilla e ditës: fokusohu te prioritetet dhe mos u lodh duke u përpjekur të bësh gjithçka njëherësh. Jep rëndësi vetes dhe krijo hapësirë për të rifreskuar mendjen, pasi vetëm kështu do të arrish të japësh më të mirën tënde. Peshqit, i dashur peshk, sot mund të jesh shumë i nxituar për të kënaqur dëshirat e menjëhershme ose për të rebeluar nëse ndihesh i kufizuar apo i ngujuar në ndonjë situatë. Është normale të ndjesh pak tension të brendshëm që kërkon të lirohet, por duhet të shmangësh veprimet e papritura apo impulsive që mund të sjellin probleme. Me katrorin Jupiter-Saturn, mund të ndihesh i ndarë mes shqetësimeve për paratë dhe komoditetin dhe dëshirës së shtuar për argëtim dhe kënaqësi. Do të duhet të gjesh mënyra krijuese për të balancuar përgjegjësitë financiare me nevojën për siguri, duke mos harruar që edhe të shijosh jetën dhe të shprehesh lirshëm. Në pjesën e parë të ditës mund të ndjesh pak pakënaqësi apo vështirësi në harmonizim. Por ndërsa dita ecën, vetbesimi dhe bashkëpunimi do të rriten dhe ndjenja e paqes dhe sigurisë do të vijë përmes njerëzve përreth teje. Aktivitetet relaksuese dhe argëtuese mund të jenë shumë të dobishme dhe edhe terapeutike për shpirtin. Ide të mira nuk do të mungojnë dhe ndoshta një ide e veçantë do të motivojë shumë për të bërë hapa përpara. Ngjyrat me fat: vjollës e lehtë dhe blu e thellë. Ora me fat: 17:00, 18, 30 pas dite. Këshilla e ditës: mos u ngut për të bërë ndryshime të mëdha, por përqendrohu te gjetja e ekuilibrit mes përgjegjësive dhe kënaqësisë. Koha për pushim dhe argëtim është po aq e rëndësishme sa puna dhe detyrimet.